të dashur, në Ekspansion do të flasim me Agona Qupin, dirigjente e cila ka thyer shumë tabu tema këtu në Maqedoninë. Agona, përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, Linda, faleminderit për ftesën. Më trego si e sheh ti dirigjimin dhe gruajen? Si e sheh, si e përshkruan ti këtë lidhje? Është një temë goxha komplekse për momentin. Dirigjimi dhe gruaja, në përgjithësi jo vetëm dirigjimi, por gruaja edhe muzika. Së fundmi kemi trajtuar bashkë biles me Nora Bajramin, muzikologen, një temë që ishte në frymën e 8 marsit, që lidheshte pikërisht me këtë. Lidhje edhe evolucion të gruas gjatë në rolin e saj si muzikante. Në përgjithësi, gratë derivon kanë qenë pak të ekspozuara si muzikante, qoftë si interpretuese, qoftë si akoma më pak si dirigjente dhe si kompozitore. Por së fundmi, si çdo gjëje që i vjen fundi dhe nevojitet që të rinovohet edhe të zhvillohet, edhe kjo deg ka filluar që të ketë lëvizjet e veta, edhe besoj se shkojmë në një drejtim goxha të mirë që raportin e dirigjimit me gruan të mund ta normalizojmë edhe të mund ta kemi më shpesh në përditshmërinë tonë. Flasim për muzikën klasike dhe profesioni juaj nuk është shumë fatkeqësisht i njohur ose domethënë i përhapur si profesione tjera. Cila e mendon se ka qenë shkaku që ka mbetur ndoshta si nën hije? Dirigjimi nuk është as pak nën hije, janë pak njerëz të cilët marrin guximin të studiojnë. Por edhe gjithashtu nga ana tjetër janë edhe pak kërkesat do kisha thënë kështu tregut për punë që e kërkojnë, sepse ekzistojnë pak institucione në të cilët janë të, domethënë nëse në një institucion të muzikës klasike, siç është opera dhe baleti, siç është filharmonia, ekziston një orkestër që mund shkoj deri në 90 veta, duhet vetëm një dirigjent. Edhe nga vetë ky proporcion e sheh që duhet zgjedhur me kujdes ato që janë të pakt të zgjidhen mirë, por edhe të mendohet edhe se ku e kanë të ardhmen pastaj, se nuk mund të ketë një prodhimtari, të them kështu nga ana e anës pjesës akademike, nuk mund të ketë një prodhimtari të madhe të njerëzve në profesion të tillë, përderisa nuk dihet se ku do të shkojnë. Pavarësisht se dirigjimi nuk është një profesion i cili kërkon një punë tetorshe edhe thjesht dikund gjatë gjithë kohës, jo, lëviz vazhdimisht është më shumë, më shpesh e them, është më shumë si freelancer se sa si një punë e cila e ka një vend të caktuar, sepse ti vazhdimisht lëviz, ndryshon orkestra, ndryshon vende, edhe kjo e përhap, por nuk është në hije, dirigjimi është goxha është gjëja e parë që vihet re në momentin që del një orkestër. Por kanë shfaqur shumë interes ndoshta. Po do të kisha thënë, nuk e di nëse është interes, nëse është kriteret e larta, nëse është sakrifica e madhe, mësoj që është sakrifica e madhe që kërkon si profesion, që nuk mundet shumë veta ta marrin përsipër ose nuk duan thjesht ta bëjnë. Si të lindi ideja aty që të mirësh me këtë profesion edhe ku e more guximin, forcën? Unë kam qenë ekspozuar në muzikë që të moshë shumë të vogël, nga gjyshjete, nga babi. Nuk e di një moment kyç kur kam vendos të jetë dirigjimi ajo që do vazhdoj të bëj, por ka qenë nxitje e vazhdueshme nga më shumë njerëz, të cilët ma kanë dhënë si ide, një nga profesorët e mi të shkollës mesme, babin e kam pas në mbështetës shumë të madhe gjatë gjithë rrugtimit, bashkëshortin tim pastaj, një herë të dashur, pastaj bashkëshort, po në përgjithësi çdo herë kur kam pas nevojë për mbështetje, e kam pas shumë fuqishëm, sigurisht që edhe sakrificat që janë bërë kanë qenë më të lehta nëse janë përjetuar më lehtë, nëse ekziston një lloj bashkëpunimi, ekziston një lloj mbështetje, ekziston një lloj dashurie nga njerëzit që të rrethojnë. A mendon se ke qenë paragjykuar nga tjerët, jo nga familja, për rolin që ke marrë?
nga shoqëria, rrethi shoqëror, një grua që drejton një orkestër të tërë. Nuk e kam menduar asnjëherë para gjykimin si diçka që mund të ketë ndodhur. Shumë bukur kjo. Do me thënë mesazh frymëzues për gjithë ta gratë që ndoshta në të ardhmen duhet ta zgjedhin këtë profesion si profesionin e tyre. Unë ndihem shumë krenare për profesionin që kam zgjedhur dhe Më tregon? nuk besoj nëse nuk mendoj që është diçka për tu paragjykuar, është diçka shumë e vështirë. Në përgjithësi, gratë paragjykohen në gjitha profesionet e tyre në punën që e bëjnë. Do me thënë paragjykohen nëse ato punojnë 8 orë ose mendojnë që i lajnë fëmijët pak anash, karriera do me thënë i kufizon disa gjëra në këtë aspekt e pata fjalën. Jo, realisht nuk e kam mendu fare, ndonjëherë nuk e kam ndje që mund të jetë si diçka. Si është ndjenja e të drejtuarit një orkestër të tërë? Shumë e bukur, unë nuk e shoh si drejtim. Është drejtim praktikisht, por unë e shoh si krijim. Edhe është diçka shumë e bukur. Çfarë emocionesh ju fal dirigjime? Varësisht nga temat të cilën punojmë, varësisht edhe muzika e ka temën e vet, varësisht nga kompozitorët të cilët punojnë, periudha, gjendja ime emocionale e asaj kohe, por në faza të ndryshme përjeton gjëra të ndryshme, varësisht varet shumë edhe nga çfarë publiku ke për momentin në skenë, çfarë audiencë, çfarë moshe. Kemi pas raste që kemi performu për fëmijë, ka qenë ndjenjë totalisht tjetër e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Varet, domethënë, varet tek nga shumë rrethana, por ajo që unë mundohem të kanalizoj në rolin që kam, në atë moment është të mund të nëpërmjet muzikës të mund të shpreh sa më shumë ndjenja të bukura, sa më shumë ndjenja paqeje, qetësie, dashurie, ndjenja të cilat do të përçohen tek publiku edhe do të mund t'i prekin. Sa vlerësohet muzika klasike në vendin tonë? Nuk e di ta them konkretisht sa vlerësohet muzika klasike tek vendi jonë, sepse ekzistojnë mendime të ndryshme, shtresa të ndryshme, që jo shtresa të ndryshme, po do kisha thënë grupacione të ndryshme, njerëz të cilët e pëlqejnë, njerëz të cilët pëlqejnë diçka tjetër. Unë besoj që kemi audiencë, besoj që mund të punojmë akoma më shumë, kemi më shumë njerëz që e duan muzikën klasike, por gjithashtu e besoj se muzika klasike nuk është diçka që mund ta sforcosh. Duhet pastaj është edhe diçka që përcillet gjenerat pas gjenerate. Unë shoh shumë fëmijë tani që mësojnë muzikë klasike, dhe ajo është si rezultat i prindërve të cilët kanë qenë të ekspozuar ndaj muzikës klasike. Ndoshta ato nuk e kanë dashur që në fillim, ndoshta është dashur përpjekje pak më e madhe që të mund ta kuptojnë, të duan të futen tek muzika klasike, por sot fëmijët të tyre e kanë më lehtë. Edhe nesër fëmijët e atyre fëmijëve që sot mësojnë një instrument që kushtimisht nuk është se do ta vazhdojnë, do ta bëjnë profesion, një pjesë shumë e madhe e tyre, por që e kanë si kulturë të përgjithshme, se instrumenti, të njohësh një instrument është pasuri, është një kulturë e përgjithshme, që të ndihmon shumë edhe në shumë zhvillimet e tjera. Por kur do të vinë fëmijët atyre, nuk do të jetë më çështja të pëlqen as të pëlqen, do të jetë një çështje që do ta kenë të normalizuar si të gjitha zhanret e tjera. Sa kanë institucionet interes për ta mbështetur këtë art? Në varet cilat institucione të cilët në baza lokale gjithmonë një dosë është lënë mbështetje, nuk e di nëse ka qenë e mjaftueshme, nuk më duket se ka qenë e mjaftueshme, por në krahasim, nëse bëjmë një retrospektiv në ndoshta 20 vitet e fundit, ka dallim shumë të madh. Nëse bëjmë në 10, ecim më ngadalë. Por ka lëvizje. Tani, siç ndryshojnë politikat, ndryshojnë edhe objektivat, preferencat, secili formacion që vjen e ka synimin e vet, dikush investon më shumë tek një institucion ose tek një tjetër. Por
që kemi për momentin lëvizje kemi. Nuk e di si qëndron puna, nuk do të kisha thënë që qëndrojmë njësoj nga ana shqiptare, sepse jemi më pak të mbështetur. Duke marrë parasysh që institucioni në Tetov filloi, do të bëj një vit edhe nuk ka akoma asnjë të punësuar, u hap orkestra, do të thënë u hap ansambli muzikor në Tetov që supozoheshte të ketë orkestër edhe kor, që deri më tani ata normalisht do duheshte u themelua bashkë me jazz orkestrën dhe me orkestrën e manastirit, por nga të tre institucionet është i vetmi institucion që nuk ka asnjë të punësuar akoma, nuk funksionon asgjë për momentin. Neve kemi realizuar shumë projekte, kemi realizuar projekte që kanë qenë të mbështetura nga Ministria e Kulturës për vitin 2024 deri në fund të dhjetorit dhe tani nuk e di se si do eci më andej. Domethënë nga ky aspekt i institucionalizimit na duhet pak më shumë punë, nga ana tjetër jemi tri, nuk kemi përvojë me institucione për krah institucioneve të cilat festojnë 80 vjetorin e themelimit, 70 vjetorin e themelimit, neve kemi një vit që jemi themeluar, edhe kjo është diçka që është do kohën e vetë, besoj. Kush ka qenë frymëzimi yt? Cilin dirigjent ose dirigjente e ke pasur si e ke adhuruar dhe ke dashur që të ndjekësh hapat e tij ose saj? Se në faza të ndryshme kam pëlqyer stile të ndryshme dhe njerëz të ndryshëm. Carlos Kleiber ka qenë gjithmonë ai cili e kam dashur shumë, edhe vazhdimisht ja kam ndjek koncertet për çdo lloj performanse që kam dashur të jetë si konsultim. A mendon të po ndryshojmë si shoqëri, se që tash fëmijët kanë filluar që ta pëlqejnë më shumë muzikën klasike? A mendon që ndoshta për 10 vitet e ardhshme do të kemi breza të cilat do të duan që ta kultivojnë në shpirtat e tyre muzikën klasike dhe muzikën autentike, muzikën e mirëfillt? Unë besoj se muzika e mirëfillt nuk është vetëm muzika klasike. Janë më shumë aspekte të muzikës që mund të jenë. Besoj që çdo muzikë që bëhet e pastër, që bëhet në suazat e atij stili që ekziston mund të jetë e mirëfillt nëse bëhet kualitative. Por nuk e di nëse është optimizmi im ose është ajo që dua ta besoj për të ardhmen, por besoj që sot mundësitë që jepen edhe sidomos mundësitë që na ofron teknologjia të mund të shohin performanca të ndryshme, të mund të jemi prezent në çfarëdo lloj ngjarje muzikore që ndodh pa qenë atje, pa u dash të shpenzojmë shumë. Kemi akses në çfarëdo lloj incizimi, në çfarëdo lloj interpretimi, mendoj se po ndihmon në një lloj kultivimi të një shije më selektive, të një shije më të rafineruar, që në përgjithësi ato që e duan muzikën dal nga dal shkojnë deri tek ajo që është cilësore. Besoj se edhe brezat e ri, nëse njerë janë të ekspozuar ndaj diçkaje që është cilësore, pastaj ajo e kërkon vetë. E kërkon vetë që t'jetë diçka që është kualitative dhe mos të servohet çdo gjë si muzikë. Por gruan si e sheh në të ardhmen në dirigjim? Tani tabu nuk është më, ajo definitivisht. Ekzistojnë plot, edhe dal nga dal po i pushtojnë skenat botërore, femrat dirigjente. Nuk e shoh si diçka që është e lehtë, akoma nuk është e lehtë, akoma nuk është e normalizuar, edhe besoj se do doj kohë, sepse është një rol që është luajtur edhe është përfaqësuar nga meshkujt për një kohë shumë të gjatë, që nga ekzistimi i muzikës. Kështu që besoj se do na duhet shumë kohë edhe shumë përkushtim global që të mundemi të mundet jetë e normalizuar, edhe nga aty ku për shembull çdo të enjte filharmonia ka për 12 muaj ka koncert, sa i bien ato plot koncerte, mos janë vetëm 2 maksimumi 2 nga ato të enjte të gjithë vitit dirigjente femra, po të mund të ketë më shumë edhe mos mund të jetë ajo vetëm prit ta thirrim se është një dirigjente femër, të kemi një dirigjente femër për diversitet, por të mund të realisht për mua
që ta përmbledh, për mua do t'jetë sukses atëherë, besoj se do ta kemi kalu si situatë dhe do jetë kry puna, por kjo do doj realisht shumë vite, kur të mos shihet si mashkull ose si femër. As pak, po shihet si na duhet filani për filan koncert se është i mirë, edhe kaq. Si në shumë profesione tjera që sot ka ardhur. A është më e vështirë për një grua që të fitoj besimin e muzikantëve, në krahasim me dirigentët meshkuj? Se keni kaluar ju këtë sfidë, nëse ka qenë sfidë për juve? Besoj se jo vetëm dirigentët femra edhe meshkuj, ne kemi një moment që takohemi me orkestrën, që është gjithmonë një formacion i ri, njerëz të ri, gjithmonë takimet e para janë takime që duhet krijohet besimi. Kështu që besoj se është sfida e çdo dirigjenti që duhet ta ketë një lloj të krijojë një lloj sigurie, të krijojë një lloj mbështetje, të krijojë një lloj stabiliteti që orkestrat mund t'i besojë edhe t'i lihet në dorë. Besoj se është sfida të dy palëve. Nuk e di nëse është më e theksuar tek femrat, besoj se është më e theksuar tek femrat, shkaku se siç thash nuk është merret më pak, merret më me skepticizëm kur del një femër para orkestrës. Besoj se është edhe çështje karakteri. Edhe çështje brenda gjinis, besoj se është edhe çështje karakteri. Mund të jetë një mashkull që është pak më i butë, pak më i qetë, që gjithashtu mund ta ketë sfidë që ta fitojë besimin e. Jo vetëm se është i butë i qetë, por ndoshta mund të jetë më introvert, njëjtë edhe për femrat. Dikush që është më rebele, më duket në paraqitje më e fortë, edhe dukja do në sy të parë ndihmon tek takimi me njerëzit, por besoj se mbas takimit dytë e dikush e fiton besimin ai që është i mirë, edhe ai që di ta bëj punën mirë. Nëse do dish ta bësh punën mirë edhe orkestra do gjejë mbështetje tek ti, se realisht orkestrës i duhesh si mbështetje, që të mund të gjinden, të koordinohen. Nëse ato do gjejnë mbështetje, nëse ti je i sigurt, nëse ti je i qëndrueshëm, nëse ti je një shtyllë ku ato mund mbahen, kur vjen koncerti edhe je i nevojshëm, harrohet gjinia e të gjithë. Duhet patjetër të jetë dikush që bën profesionin. Duhet patjetër dikush që ti mund të kapesh edhe të mbash. Është tamam si bashti i anijes. Nëse kapin dallgët, nuk e shohim nëse është bashti i anijes blu ose i roz ose ku diun i gjelbërt, shkojmë kapemi se nuk duam të mbytemi. E njëjta është edhe kur e kemi nevojën, na duhet një shenjë, na duhet një kalim, na duhet një koordinim i shumë betave. Nuk e besoj realisht se mund të shkosh të mendosh prit se është femër, ati besoj ajo është, a mund t'i besoj këtij njeriu që më drejton këtu ose jo. Nëse unë mund t'i besoj që të kapem përbashkëti, okej, nëse jo, pak rëndësi ka çfarë ngjyre ka pastaj. Si mund të ndryshojmë perceptimet dhe mundësitë për gratë për profesionet muzikore dhe dirigjime? Si mund të ndryshojmë? Të ndryshojmë për ato që duan të zgjedhin si profesion, apo të ndryshojmë për ato se si e shohin njerëzit? Për të dy, na fol nga pak. Se duhet edhe ajo pjesa që duhet ta zgjedhin si profesion, por edhe si ndryshon perceptimin e njerëzve. Po unë nuk e besoj se është diçka që, nëse flasim për të zgjedhur si profesion, nuk e besoj se është diçka që duhet të nxitet. Besoj se është diçka që duhet të duhet ta duash edhe të duash ta bësh, duhet të lind brenda secilit, por nga ana tjetër, mënyra se si besoj se duhet i mbështesim, që të krijohet një klim ku femrat ndihen më të sigurta për të vazhduar, për të marrë një aventurë të tillë përsipër, është duke i ofruar mundësi. Sot tek ne edhe për kompozitoret femra, edhe për dirigjentet femra, po edhe në përgjithësi nëse flas për brezat e fundit të dirigjentëve dhe kompozitorëve, qofshin femra, qofshin meshkuj, mundësitë janë shumë të pakta. Mundësitë që na ofron vendi për punë, për angazhim janë shumë të pakta. Edhe vetë kjo, si kalkulimi secilit që fillon edhe nis në rrugtim, do shkoj kompozim, për shembull, po çfarë do bëj? Kush do i blej kompozimet e mia? Kush do i vej në skenë kompozimet e mia? A mendon se kjo është njëra ndër arsyet që i kufizon të rinjët? Sigurisht, sot në një botë që është aq materialiste, aq konsumatore, që
gjëja e parë që kur zgjohesh mëngjes të duhet plani financiar i gjithë ditës, është e vështirë të punosh për ideale. Është shumë sakrificë. Edhe duhet realisht ta kesh shumë dashuri të madhe që të mund t'i afrosh gjitha sakrificë. Për ndryshe, gjithkush është e lehtë rruga e materializmit për ta zgjedhur. Është e vështirë rruga e idealizmit për ta mbajtur. Po fatkeqësisht, në një vend ku mungojnë, nuk mund ta mohojmë askush që mungojnë, sepse përderisa unë nuk punoj në profesionin tim, edhe tjetri, profesionet i bëjmë part-time dhe mbajmë një punë tjetër, nuk mund të themi që ekzistojnë mundësi. Po përderisa nuk ekzistojnë, është e vështirë të kesh gjithë bagazhin dhe mos mund 24 orë ta ushtrosh profesionin tënd, të duhet të shpërndahesh në plot gjëra të tjera. Edhe sigurisht që te kur ajon, kur shef dikush tjetër që supozohet të frymëzohet nga ti, uroj të frymëzohet. Thotë, okay, po unë nuk dua ta bëj këtë jetë. Shumë e thjesht, dua të jetoj një jetë që është më e lehtë, që më ofron siguri, që më ofron në fund të ditës pagesën që duhet prej punës që kam, kushtet e gjitha që vinë pastaj me radhë. Por nga ana tjetër, e thaj për publikun si i perceptojnë, unë nuk e di për çfarë, nuk mund të flas për një ma të gjerë, se ekzistojnë shumë mendime të ndryshme edhe forma të ndryshme, akoma nga ajo që muzika nuk duhet të kultivohet edhe të këndohet edhe deri tek mendimet më progresive, por ajo që mund të them është që nëse dikush e ka të lindme, nëse dikush e ka dashuri, nëse dikush e ka frymëzim, shumë pak rëndësi ka se çfarë vjen. Siç të thash edhe në fillim, unë asnjëherë nuk më kishte shku për Zotin, asnjëherë nuk më kishte shku ndërmend ta mendoj se nëse jam gjykuar për profesionin tim ndonjëherë ose jo. Nëse është e vështirë si femër ose jo, po, por nëse jam gjykuar asnjëherë. Pse? Asnjëherë nuk e kam lënë hapësirën tek mendja ime që të më krijohen ashtu lloj pasigurisht në lidhje me atë që unë dua të bëj. Tregon, ke ndonjë moment më emocionues që e ke pasur gjatë dirigjimit? E ce ke pak para gjatë bisedës, domethënë në fillim të bisedës që ke pasur kur keni pasur shfaqje për fëmijët, ka qenë domethënë më emocionuese, po diçka e jotja gjatë dirigjimit që domethënë të emocionon çdo herë që e kujton. Tash kur ti kapesh kështu se cila performancë i ka momentet e veçanta, po do kisha janë disa shumë bukura, është një performancë në Kosovë që është shumë e bukur me Filharmoninë e Kosovës, që e përjetuam shumë bukur, pastaj edhe me korin për Lorenz Antonin, me ansamblin qytetëror të këngëve dhe valleve. Janë disa kështu momente shumë historike për mua si dirigjente, por përjetimin më të madh që e kam pas edhe që realisht më mbush sa herë kujtoj, mundem të kthehem edhe ta ripërjetoj, është inaugurimi i institucionit që fola pak më herët në Tetov. Është diçka që ne të gjithë bashkë me instrumentistët e kemi ëndru shumë kohë, që kur kemi qenë në studime, domethënë flasim minimumi 15 vjetë që veç ja bëjmë muhabetin edhe e ëndrojmë ta kemi. Edhe në momentin që institucioni u themelua, po përgatiteshim për koncertin e parë, që të mund ta realizojmë, unë isha në pushim lindje, sa po kishte lind vajza ime e vogël Fana. Ishte diku 4 javësh, 5 ndoshta, dhe ishte diçka që ishte historike për gjithë ne, ishte diçka që kishim dhënë shumë kontribut derisa erdhëm tek koncerti i parë. Edhe drejtori atëhershëm, profesor Jetoni, tha, nuk bëhet koncerti, do vish patjetër, bëj çfarë duash, domethënë edhe kjo një moment i bukur. Po sigurisht se gjithkohës kemi qenë bashkë, drejtori artistik Shëlzeni, dirigjenti tjetër premtimi, profesor Jetoni, edhe çdo gjë kishim bërë gjatë gjithë kohës. Nga ana sigurisht ka plot edhe njerëz të tjerë që kanë kontribuar edhe shumë kontribute të rëndësishme, po flas për këtë pjesën artistike që ishim duke nxjerrë në skenë.
Thash, nuk e di, do të thënë realisht nuk e di, se edhe data nuk di është, tamam. Thash, unë do mundohem të bëj maksimumin, por tha jo, do të jesh patjetër, nuk mund ta realizojmë koncertin pa qenë krejt bashkë, okej. E mora përsipër që të udhtoj nga Kërçova në Tetov për prova çdo ditë, 3-4 orë thanë arrinte në shtëpi me gjyshet. Nuk pata mundësi në asnjë moment ta reflektoj se çfarë është duke ndodhur, historikisht çfarë është duke ndodhur, sepse isha shumë e preokupuar me gjitha rrethanat. Edhe në momentin që filloi koncerti, u hapën drita, dola edhe fillonte me himnet. Himnin e Palokurtit, që është Porcifleta në emër të Zotit, edhe himnin e Europës. Në momentin që filluan himnet, do me thënë filloi njëri, veç se fillova të vetëdisohem, po mbaroi, filloi tjetri, unë isha aty i dirigju. Edhe kur filloi orkestra me pjesën tjetër, për një moment mu kujtu se çfarë është duke ndodhur, se është diçka që ne kemi ëndru shumë kohë, edhe për herë të parë përjetova realizimin e një ëndre. Diçka që na ushqen për shumë kohë, na rrit, na bën të sakrifikojmë, na jep forcën që të sakrifikojmë, na jep forcën që t'i ka përcejmë të gjitha sfidat, na jep forcën që të duam të vazhdojmë, na jep forcën që të duam të luftojmë. Dhe në moment që u vetëdisova se, okej, këto ëndrat e bukura edhe mund të realizohen, kjo ishte një nga përjetimet më të fuqishme që kam pas deri tash. Sa i përket brenda një koncerti. Edhe shumë bukur e përshkrove. Më trego sa ka kohë për përkushtimet e të dyjave, për karrierën dhe familjen. Sa ka kohë që një grua punëtore, një grua që duhet të punojë profesionin e jo përkushtimisht gjithkohën profesionin e saj, të bëjë edhe punë tjera, të jetë, domethënë, të ketë kohë për menaxhimin e të dyjave, edhe karrierës edhe familjes. Do një harmonizim shumë të mirë, një organizim shumë të mirë, praktikisht organizim shumë të mirë. Unë që kur kam... kjo pjesë? Nuk do i kisha thënë, do me thënë, ku e di, është e lodhshme. Është stresuese. Është e lodhshme, po asnjëherë nuk jam fokusuar te ajo pjesë. Mendoj se është e rëndësishme ta ndaj këtë që kur kam vendosur që të kem fëmijë, unë e kam marrë një vendim që karriera ime do shkojë në plan të dytë. Nuk do të ndërpritet, do të mbaj një lloj ritmi, por nuk do të jetë plotësisht pika ime ku unë do të fokusohem plotësisht. Kështu që besoj se kjo është një lloj, e kam vënë si objektiv, e kam vënë si një synim që të mund fëmijët njëherë të rriten në këtë moshën që janë shumë të vegjël, të rriten shëndetshëm, edhe të kenë sa ma pak mungesën time, kështu që për atë nuk lëviz jashtë vendit shumë pak, shumë sende brenda afër, që të mund t'jem afër atyre, edhe besoj se pastaj muzika është aty, nuk shkon, vitet atyre nuk kthehen, unë mund të vazhdoj me muzikën në çdo moment tjetës, edhe vazhdoj. Vetëm para vitit 3 ishin 4 koncerte, po ishin këtu afër, menaxheshin, edhe krijoshte. Do shumë mbi. Disa fjalë, mendoj që duhet menaxhim i mirë i të gjitha gjërave. Duhet menaxhim i mirë, edhe duhet bashkëpunim i mirë. Fillimisht me partnerin, pastaj me të gjithë familjarët përreth. Unë asnjëherë nuk do mundesha ta bëj jetën që bëj me gjitha sektorët nëse nuk do kisha mbështetjen e familjes, nëse nuk do kisha mbështetjen e partnerit, që të mund të marrë kohën time kur është e nevojshme, edhe mos të duhet ta justifikoje, të ndihem keqe, gjitha këto. Por gjithashtu jam e përgjegjshme edhe ofroj maksimumin edhe për te maksimumit atëherë kur jam aty. Shumë e bukur kjo. Agona, do t'i bëj disa pyetje tashti të shkurtra, në të cilat dua që të më përgjigjesh sa më shpejt. Okej. Klasikja ose popullorja? Klasikja. Mendoj se... Vazhdojmë. Tallavaja dhe Agona, sa keni lipshmëri ju të dyjat, apo nuk shkoni fare? 0. Skena ose radioja? Skena. Shumë afër. Çka do ishit nëse nuk do të ishit dirigjente? Tani ka me keq.
Është diçka që e kam fillu tani, së shpejti ndoshta do isha psikolog. Psikologe. Instrumenti juaj i urryer ose jo i dashur? Do me thënë që nuk e preferoni fare. Nuk kam. Nuk e? Realisht nuk kam. Aguna ishe shumë e këndshme, faleminderit që ndave eksperiencën tënde në ekspansion. Faleminderit edhe që u bëre pjesë e ekspansionit. Faleminderit ty, ishte një bisedë shumë e këndshme edhe të uroj shumë sukses më andej me emisionin. Shumë faleminderit. Miq të dashur, ishte edhe ky emisioni jon Ekspansion. Deri takimin tonë të radhës, mirëmbëqit.